Ky është Kuvendi i Shqipërisë. Këtu, përfaqësuesit e zgjedhur diskutojnë dhe vendosin për shumë çështje të rëndësishme që ndikojnë në jetën tonë të përditshme, si arsimi, shëndetësia, mjedisi, ekonomia, siguria publike e të tjera. Por çfarë pune bën Kuvendi? Historia e Kuvendit të Shqipërisë nis prej vitit 1912 me shpalljen e pavarësisë, që prej asaj kohe ai ka ndryshuar dhe është zhvilluar vazhdimisht, duke u transformuar në formën që ka sot. Sot, Shqipëria është një shtet demokratik, ku çdo 4 vjet qytetarët shkojnë drejt kutive të votimit dhe zgjedhin përfaqësuesit e tyre në kuvend, ose siç i njohim ndryshe, deputetët. 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë zgjidhen nga qytetarët e një zone të caktuar zgjedhore. Në Shqipëri, zonat zgjedhore përkojnë me 12 qarqet e vendit. Në sallën e seancës plenare, deputetët ulen sipas orientimit politik tradicional, në të majtë dhe të djathtë të kryetarit të kuvendit. Kryetari i kuvendit, i cili ulet në krye të sallës, drejton diskutimet mes deputetëve. Qeveria, përfshirë kryeministrin dhe ministrat, qëndron përballë deputetëve. Po cilat janë funksionet e kuvendit? Kuvendi ka 3 funksione kryesore: përfaqësues, ligjvënës dhe mbikëqyrës. Këto funksione, si dhe detyrat të tjera të kuvendit, janë të përcaktuara në Kushtetut, i cili është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Në kuadër të funksionit përfaqësues, deputetët përcjellin në kuvend zërin e tyre, duke ngritur dhe diskutuar çështje në interes të tyre. Në kuadër të funksionit ligjvënës, deputetët miratojnë ligje, po nga vijnë ligjet, ato propozohen nga qeveria, çdo deputet ose 20.000 zgjedhës. Në kuvend, ligjet diskutohen fillimisht në komisionet parlamentare, sipas fushatës që ata mbulojnë, dhe më pas në seancë plenare. Gjatë diskutimeve, deputetët mund të propozojnë ndryshime të projektligjit, që njihen edhe si amendamente. Në fazën e diskutimit të ligjit në komisione, organizohen edhe seanca dëgjimore me përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert, të cilët ofrojnë mendimet dhe rekomandimet e tyre. Si në komisione, ashtu edhe në seancë, ligji lexohet 3 herë, në parim, nen për nen dhe në tërësi. Deputetët votojnë pro, kundër ose abstenim. Ligji miratohet nëse merr shumicën e votave në seancë plenare. Në këtë proces, një rol kyç ka edhe Presidenti i Republikës, i cili dekreton ligjin pas miratimit ose e kthen vetëm një herë në kuvend për rishqyrtim. Kuvendi mbikëqyr punën e qeverisë, e cila përbëhet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat. Deputetët kanë të drejtë të bëjnë pyetje dhe të kërkojnë llogari anëtarëve të qeverisë mbi ligjet, politikat publike dhe çështjet që shqetësojnë qytetarët. Pa besimin e kuvendit, qeveria nuk mund të ushtrojë mandatin e saj. Përveç funksioneve që përmendëm më sipër, kuvendi ka edhe detyra të tjera të rëndësishme. Ai zgjedh presidentin e Republikës, prokurorin e përgjithshëm, disa nga anëtarët e gjykatës kushtetuese, kryetarët e institucioneve të pavarura e të tjerë. Në kuvend jetësohet demokracia përfaqësuese. Edhe ti si qytetar mund të bëhesh pjesë e vendimarrjes nëpërmjet votës në zgjedhje, angazhimit në parti politike apo ndërmarrjes së nismave qytetare, duke bërë që zëri yt të dëgjohet.